Është një pyetje jashtëzakonisht e mirë dhe më bën mua të mendoj një çik më shumë, nuk është aq e thjeshtë për të përgjigjur, është ndofta me këtë pyetje përmblidhet gjithë historia jonë që nga 90-ta deri më sot. Pse? Sepse me një fjalë shumë të shkurtër, unë ndofta do ta përmbledh, atëherë kishte shumë shpresë, tani s'ka më shpresë. Domethënë shpresa i bën njerëzit të aktivizohen, të jenë pjesë e diçkaje, ta kërkojnë atë, të diskutojnë, të kujtojnë, të jenë të ndjeshëm. Mungesa e shpresës është një humbje shumë e madhe për një komb, mendoj unë. Tani, unë nuk po e them në fjalën komb në kuptimin e shumë të ekstremist të kësaj, por unë mendoj se shoqëria jonë vërtet vuan nga mungesa e shpresës. Kjo, ndërkohë që në 90-ën ishte një shpresë shumë e madhe. Shpeshherë themi që Shqipëria ishte shumë keq, ardhur nga një sistem jashtëzakonisht i keq, i urryer, i shkatrues, domethënë, një sistem shkatrues që vërtet e shkatroi vendin, por shpresa ishte shumë e madhe dhe disbalanca e kësaj kur shpresa është shumë e madhe i bën njerëzit që të jenë aktiv, të ndërtojnë, të mendojnë, të ndërojnë dhe të besojnë se ajo që mendojnë dhe që do bëjnë do të funksionojë. Nuk e kemi këtë gjë. Tani, arsyet pse janë nga më të shumtat. Por unë nuk prirem shumë, sidomos sa më shumë kalon koha dhe vitet kalojnë, eksperjenca është më e madhe, dhe sa më shumë piqemi them unë, sepse pjekuria vazhdon deri në fund të jetës, këtë përshtypje kam. Mendoj që pse ndodhi kjo, pse është ky ndryshim kaq i madh dhe arsyeja pse ne jemi kështu. Nuk është vetëm nga fakti që ne duhet të analizojmë tani, janë këta dhe duhet ishin të tjerët, sepse po të ishin këta, po të ishte një leadership ndryshe, Shqipëria do ishte ndryshe. Mendoj se ne duhet bëjmë një analizë shumë të thellë, nga kemi ardhur dhe sa kemi folur për fëminin tonë, si të thuash, është si puna sa njeriu rritet, flet për fëminin ose s'flet fare. Kur e skip fare, kur e largon fëminin nga vetja dhe traumën që ka pësuar, ai do mbetet gjithmonë nën traumë. Ne nuk flasim për traumën e komunizmit, për fat keq. Ne e kaluam atë dhe kur flasim me njëri tjetrin themi, ajo ishte e djeshmja, nuk ka problem. Në fundit, iku ajo tani, nuk iku, ajo është atje. Ajo mbetet, ajo zmadhohet, ajo transformohet, bëhet më e sëmur akoma, sepse ti se ke trajtuar. Dhe kjo është ajo që po na ndodh. Dhe unë gjithmonë e shikoj pasardhjen tonë me paraardhjen tonë. Do me thënë, çfarë kemi qenë, nga dolëm dhe sa pak u ritëm dhe sa pak punuam me veten për t'u bërë ndryshe. Komunizmi bëri atë që zhduku elitat e vërteta. Ky është mendimi im komplet. Domethënë, pavarësisht se sa e vështirë ishte Shqipëria, sa kishte vuajtur, se trauma në parë është trauma otomane, e cila ishte 500 vjeçare, e cila çpopulloi dhe solli popullsi të ndryshe, e bëri mix shqiptarët. Se shqiptarët, për mua shqiptarët e vërtet janë ata arbëreshët dhe arvanitasit, të cilët e lanë gjurmën e tyre. Kur ne themi që filan kapedan ishte shqiptar në Egypt, në Francë, në kudo që t'ishte, ata ishin individ sigurisht, po ishin individ që vinin nga një brum i cili ishte shumë i ndërgjegjësuar për një dashuri që kishte, për një raport që kishte me atë vend ku të paktën e lidhte gjua, kujtimet, nostalgjia dhe shpeshherë dhe territori. Ndërkohë që nuk ndodhi kjo më vonë, do me thënë më vonë basardhjes kur otomanët e shkatruan dhe Shqipëria e psoi më shumë se vendet e tjera. Së pari njerëzit ndroi atë identitetin bazë që ishte identiteti fetar. Duam s'duam, në atë kohë njerëzit shikoheshin sipas fesë, ashtu klasifikoheshin. Edhe dokumentat osmane janë të tilla që ti dallon i ndan të krishterë ose musliman. Ata nuk thon bullgar, shqiptar, grek, ata thon krishterë ose musliman. Kështu që ishte shumë i fortë ky identitet. E mbajtën këtë identitet arbreshët dhe ne themi wow çudi që nga shekulli 15 këta njerëz akoma flasin shqip.
Për mua këta ishin shqiptarët e vërtet. Në qoftë se do ishte mundur që këta njerëz të rinin në një territor siç ishin caktuar të rinin nga Perëndia, atëherë do ishin funksionuar ndryshe. Trauma e parë është e tillë dhe ne nuk patëm asnjëherë kohë ta bënim, por ne patëm shumë shembuj të mirë për rregullimin e kësaj traume. Për shembull, qeverisja e Mbretit Zog, për mendimin tim, është nga më të shkëlqyerat. Mënyra si ai me diplomaci, me shumë mençuri filloi ta kthente Shqipërinë atje ku mendonte se duhet ishte, drejt perëndimit, ishte dhe elitat asaj kohë ishin perëndimore në konceptin e tyre. Kishte padyshim probleme të mentaliteteve, se është edhe bota në atë kohë ishte ndryshe nga ç'sot, por prap kishte një përbërje, një përmbajtje pozitive dhe të mençur dhe të ditur të atyre njerëzve. Domethënë, kur shikojmë debatet në parlamentin e parë shqiptar ishin shumë interesante. Të tërë burrat ishin burra vërtet, po ishin burra të mençur me shkolla të mira, me dije të mira, të cilët diskutonin një palë më konservatore, një palë më liberale, kjo s'ka rëndësi. Dhe gjithë kjo u çbë nga dhe ajo që ndodhi me komunistët, të cilët e kuptuan se në qoftë se do zotronin në këtë vend për një kohë të gjatë ishte të shkatronin atë që kishin gjetur, u realizua. Unë them, ndoshta ne shqiptarët s'dim të bëjmë gjëra perfekte, po për fat të keq, komunistët e bën në perfeksion, e arritën teorinë e tyre, arritën ideologjinë e tyre, ta ngren ashtu siç deshën dhe ta bëjnë afatgjat, ashtu siç po ndodh. Kështu që ata krijuan elitat e tyre. Ato elitat e tyre, cilat ishin kryesisht të brumosura, nuk po them që nuk po marr çdo njeri, sepse kishte elemente të cilët mendonin ndryshe, s'ka rëndësi. Po ishin elitat friksuara dhe në ata që mendonin ndryshe, mund të ishin me mendje ndryshe, po ishin të friksuar dhe në fundin e dim që një intelektual i formuar është ai që ka dhe guximin, jo vetëm që mendon ndryshe dhe i thot atë në atë tavolinën e kafes. Kështu që këto elita që u krijuan tani në kohën e komunizmit funksionuan pas mendjetës kaq. Ato njerëz të cilët ishin jo vetëm antikomunist, por kishin atë brumin e tyre, kishin qenë burgjeve, internimeve, u shkatruan përfundimisht, ekonomikisht, fizikisht, mendërisht, dhe jo vetëm ata, por edhe pasardhësit e tyre. Tani ne dim që kampet e përqendrimit nëpër Shqipëri, sa ashtu duhet i quajmë ato fshatrat ku mbylleshin, ishin të gjithë njerëz linden atje, domethënë brezi i dytë dhe i tretë linden atje. Kështu që çfarë mund të mendojmë në një Shqipëri kaq të vogël, që Enver Hoxha e mbajti aq të vogël pa Kosovën dhe pa të tjerë, vetëm që ata mbizotronte siç duhet. Domethënë, çfarë mund të mendojmë se cilat janë këto elita që erdhën, më thoni. Ti dhe unë që e kam pas gjyshe në burg, ne thënë pranuam. Pse? Të pranuam, unë nuk pranova për shumë të isha pjesë e politikës pikërisht për këtë shkak, sepse s'desha që njerëz me cilët s'isha dakord të ishin afër meje. Por mbështetja ishte e mirë, ishte nga halli, shpeshherë. Ose ishte nga fakti që njeriu ka shumë shpresë dhe beson se ato që thanë ata njerëz do ishin të vërteta, ishin ato që ata ndjenin. Ndonjëherë ndodh dhe kështu, të jemi realist. Jo të gjithë kanë menduar se shumë prej tyre mund të ishin, ose disa prej tyre mund të ishin të tillë që vërtet mendonin se duhej bërë kjo gjë dhe ishin të bindur që ashtu duhej bërë. Ishin dakord që lufta që bëri Enver Hoxha jo vetëm kundër elitave, shkatrimet, krimet, por edhe sidomos shpronësimi, që është një nga gjërat më të tmerrshme sepse e bëri shqiptarin pa dinjitet fare, heqja e pronës ishin të gabuara. Por në pamundësi për të mbajtur pushtetin me të tjera forma, ata nuk shkuan deri në fund të kësaj. Domethënë nuk pati asnjë burr në këtë vend i cili theshte duhet bërë kështu dhe nëse s'bëhet kështu, unë jap dorëheqjen apo unë largohem apo do bëj të pamundurin që kjo të bëhet. Domethënë, për shembull, kthimi i pronave u bën në mënyrë të gabuar.
Prona duhet shkonin te pronarët edhe moralisht. Mund të ishte edhe vetë pronarët të cilët do thoshin, ok, në këtë fshat kanë jetuar kaq dhe unë do ta ndaj me fshatarë, po ishte në dorën e tyre, duhet ishte në dorën e tyre. Jo vetëm në dorën e një shteti I cili vazhdonte të merrte atë dorën e centralizuesit, e centralistit për ta drejtuar. Kështu që unë mendoj se ka një përzierje shumë të madhe të atyre njerëzve, por dihet që ata që ishin të qartë se çfarë duhet bërë, ose u larguan ose ndenjen në heshtje dhe nuk ishin aq të fortë sa të kundërshtonin të tjerët. Shiko, ne, domethënë qoftë dhe Sali Berisha erdhi si një komunist. Kuptohet. Mund të ishte një komunist shumë liberal, së mos vitet e fundit të 80-s, e besoj, e kam dëgjuar këtë, që pranonte të fliste për një letërsi tuaj, për ca gjëra të ndaluara atë. Por ishte I guximshëm sigurisht, por ishte brumosur si komunist. Nuk mund mos ishte edhe faji tyre, ndofta ishte ajo hapësira, raporti jo I mirë që ata krijonin me atë që bënin, që deshin të bënin me atë që ishin, ose mund të bënin. Mundësia dhe premtimi që t'i jepja. Unë shoh dy gjëra të cilat shqiptarët I kemi shumë problematike dhe nuk flasim për të. Siç folëm përpara, raporti me lirinë është shumë I rëndësishëm. Po ka edhe një raport tjetër, raporti me frikën. Dhe ndofta këto dy raporte janë dy gjëra të cilat ne duhet flasim për to, duhet të flasim. Shqiptarët janë të friksuar gjithmonë. Së pari janë të friksuar për mbijetesën. Për fat keq, kjo lidhet edhe me cilësinë e shoqërisë. Nëse një shoqëri mendon vetëm për të mbijetuar, niveli është niveli më I ulët I një shoqërie. Dhe kjo ndodhi në kohën e komunizmit, u kalit, u skalit, u elaboruan në një mënyrë të jashtëzakonshme dhe ne dolëm të tillë. Tani ne kemi lirinë, kemi dhe të mira materiale. Por përsëri mbetemi të varfër, mbetemi të friksuar, mbetemi prapë me kërkesa të ulta, sepse s'kemi kurajon, sepse ne, për mendimin tim, nëse krijon diçka brenda apartamentit tënd dhe e bën në mënyrë perfekte, kjo nuk është e mjaftueshme. Duhet ta kesh mirë dhe shkallën, dhe lagjen, dhe plerat rreth rrotull ti kesh pastra, edhe kudo. Atëherë kjo është lumturia e njeriut. Nëse ne themi që finlandezët dolën populli më I lumtur në botë, po të shkosh në Finland, se unë kam qenë, është shumë boring për shumë shqiptar. Nuk është ndonjë kush e di, është vend popullsi shumë modeste. Dhe thua, po pse këta më të lumturit, gjysmën e vitit e kanë errësirë dhe gjysmën dritë, dhe prapë janë të lumtur, sepse ata kanë pikërisht këto gjëra. Individi atje është I siguruar në çdo gjë. Jeta bëhet e lumtur se ke edukimin shumë të mirë, ke cilësinë e shëndetësisë, ke ambientin rreth rrotull, ke komunitetin. Domethënë të gjitha këto në mënyra individualiste se si mendon shqiptari është po ashtu filozofia më e gabuar që mund të shkatroj shumë shpejt çdo shoqëri. Ne kemi bërë moto ata. Unë kam disa shkrimen të asaj kohë, sepse në atë kohë isha korespondente e Zërit Prishtinës, edhe pothuajse të gjitha shkrimet I bëja për atje dhe isha në një farë mënyrë pa kohë shumë për të botuar këtu dhe më zauruar, por shiko, ajo ishte një kohë për mua shumë e bukur. Sepse unë nga natyra me sa duket jam pak e guximshme, në kuptimin që atë që njerëzit ndjenin frikë, unë nuk e ndjeja, përkundrazi, e ndjeja adrenalin shumë pozitive. Më kujtohet që ato ditë që shkonin vinim ato kohë në ditët e dhjetorit, që dhe më vonë ato të shkurtit qytet si studenti, shpeshherë dhe të afërm apo njerëz të tjerë që njiham thoshin, po s'ke frikë? Edhe kjo më duke I pyetja më e çuditshme, po frikë, mjafton që ndryshoj gjëja, tani askush duhet kishte frikë për mua, për mendimin tim. Po di që njerëzit patën frikë deri vonë. Sidomos ata që ishin
një pjesë e mirë atyre që ishin edhe kishin qenë dhe të persekutuar, po dhe të tjerë, ose të tjerë pastaj të cilët ishin përzier shumë me komunizmin dhe me sigurimin, edhe ata ishin të trembur. Ato ditë kanë qenë jashtëzakonisht, unë kam shumë kështu xhirime kasetash, se në atë kohë nga që isha gazetare edhe shumë në terren, punoja me kasetofon. Edhe kam edhe intervistat vogla të marr njerëzve në atë, sidomos në 11 dhjetor. Kështu që për mua ishte një kohë jashtëzakonshme, shumë aktive, shumë me adrenalinë pozitive, shumë frymëzuese. Kështu e kujtoj. Mbaj mend që shpesh e thosha që Shqipëria tani do ndryshoj shumë shpejt brenda një 5 vjeçari, sepse në 90-ën dhe për mua 5 vjet ishin wow shumë, dhe në 95 ishin shumë larg, brenda 5 vjeçari do ndryshoj çdo gjë. Në fakt kaloi 5 vjet, 10 vjet, gjërat u komplikuan më shumë dhe fillova të kuptoj, pastaj fillova të bëj tamam instinktivisht analizën e një gjëje, pse ne nuk po bëhemi. Kështu që ajo kohë ka qenë shumë e bukur, më shumë personazhe, ngjarje, shumë gjëra dhe i kam haruar, i shoh shënimet e mia të asaj kohe, të cilat i kthem dhe kujtoj gjëra të reja. Unë kam qenë angazhuar në atë kohë në dhjetor, bile para Partisë Demokratike se të shpallej, ne u angazhuam në një grup të krijuar Forumin e Drejtave të Njerëzit. Ka qenë 12 dhjetor, në mos gabohem, që kur BBC-a e shpalli atë dhe dha dhe emrat, dhe sepse deshim ta krijonim se mundet ishte bërë, ishte një fjalë, ishin gjitha fjalë që qarkullonin, mendonin dhe telefonat ishin të pamundur, jo më që Ramizalia mund të krijonte një tjetër grup alternative dhe ne duhet ta shpallnim sa më shpejt. Pastaj u bë Komiteti Helsinki, mbas një viti e ca mbasi ne bëm një kërkesë, po është formuar si Forumi për mbrojtjen e drejtave të njerëzit. Ai u bë. Dhe unë pastaj ika në 95-ën nga Komiteti Helsinki dhe në 96-ën drejtova grupin e drejtave të njerëzit deri sot. Unë kam hyrë në burgun asaj kohe që synte akoma njeri, mendoj që kam qenë femra e parë që kam hyrë dhe ka qenë në dhjetor ose në janar të 91-shit, sepse ne bënim ishin akoma të burgosurit e parë politiku u liruan më njëherë. Dhe pastaj mbeten në burg shumë të tjerë, për shembull ishin këta të rënies të bustit të Stalinit në Shkodër. Ishin të tjerë të cilit ishin akuzuar për agjentur si spion, dhe ideja agjentura ishte lidhur me një tradhti që i ke bërë popullit, absurde, sepse atëherë në kohën e komunizmit ata akuzuan çdo njeri për agjentur pa pyetur, pa fakte fare, por kishte shumë njerëz të tillë që mbeten në burgje për këtë arsye, kështu që unë kam qenë në përparim, kam qenë me Kujtim Çashkun në përparim të Sarandës, ka qenë një burgu përparim, ku të burgosurit kishin bërë një protestë. Dhe ne shkuam dhe kemi ndenjur gjithë natën, kam takuar shumë njerëz atje, shumë gra po ashtu, të cilët më dhanë edhe një dokument të nënshkruar se përse, domethënë ne duhet të bënim, të mblidhnim fakte sa më shumë për njerëz të cilët ishin të dënuar dhe për t'i treguar dhe të huajve çfarë ndodhte, sepse ishte puna që ne bënim për të presuar qeverinë shqiptare në mënyrë që të bëhej lirimi i tyre. Dhe pastaj kam takuar njerëz plot, kam takuar në atë kohë Fatos Lubonja sapo kishte dalë nga burgu, kam takuar pastaj njerëz të vjetër të cilët familje të tëra, sidomos një pjesë e mirë e tyre ishin dhe në për internimin, kam shkuar në Plug të Lushnjës për shembull, ku kam marrë shumë intervista. Kam shumë emra për që i kam shënuar, njerëz të cilët dhe pastaj me cilët pata dhe miqësi më vonë. Ishte shumë e vrrullshme çdo gjë, çdo ditë kishte, domethënë çdo ditë kishte ngarkesa
kishte ngjarje që se cilin po ta marrësh veç kishte rëndësinë e tyre dhe ishin, por në atë kohë nuk e kuptoja që ishte e tillë. Ishte jashtëzakonisht e vrrullshme dhe shumë intensive. Thash kam shumë shënime dhe gjithmonë më tepër tani është momenti që po i kthehem atyre dhe po edhe intervistave, kam dhe shumë intervista me ta. Osman Kazazin e kam takuar dhe kam një intervistë gjatë me ta. Vërtet isha e re dhe mund të jem dhe traumatizuar. Jo aq shumë, sepse unë jam rritur me këto tregime. Gjyshim ka qenë në burg dhe ka kaluar burgun e Vloçishtit, të Maliqit, që ishte edhe është torturuar në mënyrë të jashtëzakonshme. Fillimisht është torturuar në shtëpinë me gjethe dhe pastaj e çuan atje dhe po ashtu dhe pjesëtar të tjerë të familjes. Dhe nga të dyja anët ne kemi qenë gjithmonë në vëzhgimin e policisë sekrete dhe njëkohësisht kemi shumë ngjarje në familje. Dhe në një farë mënyrë unë isha rritur me atë tregimet e hollësishme për burgjet, jo vetëm se çfarë ndodhte me këta burrat në burgje, por se çfarë ndodhte edhe me gratë. Edhe gjyshen time atëherë fute në burg se kishte halla e saj ishte Athina Turtulli, gruaja e Thoma Turtullit, që është filantropi më i madh i Korçës historikisht, dhe i futën të dyja në burg. Athina në atë kohë ishte e vjetër, por ndenjë bashkë me gjyshen time që ishte mbesa dhe i futën sepse deshin t'ju merrnin para më shumë, florin më shumë, xhullëritë e tyre. Domethënë historira kështu të vogla, por shumë domethënëse, të cilat unë me mendjen time kisha zgjeruar më shumë dhe i kisha bërë film në mendjen time, kështu që prandaj isha në një farë mënyrë dhe kjo është arsyeja pse unë mora me dritat e njeriut, unë e di, por nga ana tjetër isha e përgatitur të përballja dhe të gjeja një gjendje të jo fare të panjohur. Nga ana tjetër, duke qenë gjatë periudhës komuniste, ti e ke provuar dhe vetë, e ndjeja veten kaq shumë persekutuar sa sot thosha që këtu edhe s'ka. Kur ndodhi hapja, i thash vetes mbyllë gojen se ka kaq shumë njerëz që kanë vuajtur shumë më tepër sa që ne duhet të. Ne nuk u bëm asnjëherë bashk. Domethënë njerëzit të cilët e psuan dhe ishin të qartë se çfarë kishte ndodhur, se këta komunistët që dolën pavarësisht se me mendimet e tyre gjys demokratike, prap kishin një bromosje tjetër, pa ata që vërtet ishin, që genetikisht mendoj unë erdhën, sepse edhe unë në familjen time unë s'kisha dëgjuar të thoshin, as në përdasma nuk ngrihesh dolli për partinë. Kështu që domethënë këta të tjerët si puna jon nuk u bëm asnjëherë bashkë, dhe kjo është fatkeqësi tjetër e madhe. Dhe këtu është ai raporti me frikën që unë them, është përsëri ishte frika, mundimi, lodhja, pamundësia dhe e shqiptarëve për të bërë me njëri tjetrin. Po dhe ata të cilës e kanë njerëz të cilët se kanë vuajtur këtë, por janë kanë një drejtim të caktuar, sa ata japin atë pjesën e tyre antikonformiste. Antikonformizmi mendoj unë është tipari i intelektualit në fundit. Po sa jemi të tillë, sa ka të tillë? Unë s'po quaj veten të tillë, po them sa ka të tillë Shqipëria. Duke qenë se ka kaq pak, ne nuk ecim, nuk bëhesh dot elit. Elitën pastaj pa dashje, ti mendon se duhet ishte ndryshe elita, por në elita është në Shqipëri. Elita është atyre gangsterëve që kanë bërë parat në forma nga më ndryshmet. Dhe elita është elit monetare, është elit vetëm bazuar mbi pasurinë. E pasurinë e vën në mënyrë të dyshimt. Kështu që ne ja lëm vendin kësaj lloj elite dhe sigurisht nuk kemi asgjë të mirë nga kjo. Unë them ne nuk bëhemi jo thjesht se duhet të jem negative, sepse përpiqem gjithmonë marr pjesën pozitive të gjërave, por mbas një analize që bëj, dhe kjo lidhet shumë atë pyetjen tënde që çfarë po ndodh me rinin. Rinia është e paditur, domethënë edukimi është shumë i dobët. Diskutimet dhe edukimi jashtë shkollës, si thua, ajo që duhet ta përfshijë atë në rrethe të ndryshme, në një
në një diskurs më serioz në lidhje me atë që kemi kaluar, me atë që po ndodh, është shumë i dobët, po ashtu. Media ju ofron të njëjtën gjë. Media nuk është më edukative, është thjesht një informacion për show, domethënë ka marrë komplet drejtim tjetër. Të gjitha këto e bëjnë të riun të pasigurt, të paqartë, e bëjnë të paditur, sa thosha ignorant, po të paditur, dhe të gjitha këto padituria është pasiguri, as diskutohet. Domethënë e bëjnë të pamotivuar pastaj. Atë nuk ka më atë dëshirën që të ndryshoj diçka, dhe bëjnë edhe më paragjykues, padyshim. Se njeriu kur nuk di shumë, paragjykon shumë. Duke bërë paragjykues bëhet më negativ dhe nuk i lejon mundësi njëri tjetrit të afrohen, të bashkohen për të njëjtën kauz. Dhe grupi nuk funksionon. Mos funksionimi tërë këtyre nuk besoj se do nxjerrë ndonjë elit. Por koha ndofta, shpeshherë erdhi një moment që unë mbas shumë pak vite, mbas ndryshimeve e kuptova që nëse komunizmi ishte 50 vjeçar, do na duhen ndoshta 150 të ndryshojmë. Ose nuk e di çfarë do të ndodh me Shqipërinë, sepse tjetër gjë, ajo mungesë e shpresës, për shembull varet dhe lidhet shumë me atë që nëse pyet të rinë çfarë do bëjnë, tërçereku thonë do dalim jashtë, do ikim. Jo vetëm Partinë Demokratike, po shoqërinë shqiptare të futur në një kazan kështu të konfuz, domethënë, dhe të shëmtuar. Se edhe modelet i kemi shumë të shëmtuara, qoftë për vajzat, qoftë për gratë, nuk ka. Modelet e vërteta janë ato që modeli kryesor është ajo se si të bëjmë botoksin, domethënë është fasada. Edhe nuk e besoja kur që edhe qeveria e sotme, por dhe qeverit në përgjithësi të ishin të tilla, të cilat e ndjen me njerë që ti nuk ka, ato s'kan lidhje me njerëzit, s'kan lidhje me dashurin për vendin. Thasha, dashuria për vendin është gjë ndoshta pak e zauruar kur e themi si shprehje, por shumë e rëndësishme. Të duash vendin është që ti ta mbash pastër atë ambienti ku jeton, vetëm kaq, ose të respektosh tjetrin, kaq. Sikur kaq të bësh, të fillosh të bësh kaq, të kuptosh se kjo është dashuria që ti jep vendit. Sepse e konsideron, ndjehesh pjesë e saj. Duket ndonjëherë sikur shqiptarët janë komplet kanë një shfazim shumë të madh të vetë Shqipërisë nga ata që ata ndjen, ajo që ata ndjen, dhe kur nga ana tjetër kur i thua se e do vendin, ata menjëherë po thonë sepse jemi vendi që ka gjuhën më të vjetër në botë. Domethënë që këtu fillon mos kuptimi i dashurisë për vendin. Të dyja partitë kanë mbaruar ciklin, sepse edhe mënyra si është organizuar Partia Socialiste është gati e çuditshme të mendosh se sa të fort pas kanë qenë komunistët dikur Freçzoga më ka thënë një fjalë që ja mbaj më që në fillimet. Çfarë do të bëjmë ne për zgjedhjet e para, rrezik kanë qenë ose të dyta, po mund të kenë qenë edhe të parë. Çfarë do të bëjmë ne tani? Është e pamundur ta mundim Partinë Socialiste, sepse ata i kanë rënjët, i kanë ato degëzimet e tyre shumë të vjetra dhe ato funksionojnë. RTS-ja për shembull ka qenë në çdo vend të Shqipërisë, zëri i popullit ka qenë kudo. Domethënë të gjitha këto i mundsonin asaj partie të qëndronte në baza shumë të fuqishme në terren. Dhe PD-ja nuk mund t'i ndërtonte këto, se duhet bënte po të njëjtën gjë me njerëz të cilët ishin as kështu as ashtu, ose ishin dhe ashtu, por nuk dinin si një metodologji të re, domethënë kohë nuk ishte. Janë shumë gjëra të cilat Partia Demokratike mendoj unë u krijuan në bazë të frymës më shumë. Domethënë ishte një pasion, një dëshirë, një frymarrje, një interes, as diskutohet, të gjitha ishin brenda. Dhe duke qenë se ishte një amalgame këtyre gjërave, të cilat në një moment caktuar të një qetësie, ti shikon që janë dhe kontradiktore me njëra tjetrën, sepse atje u kuptua, në fillim ishin gjithë bashkë, por pastaj u kuptua që po prit se ky erdhi nga drejtimi komunist, ky tjetri ishte i përsekutuar. Tani këta të dy, të jemi realist, nuk bën kaq kollaj bashk. Nuk mund të bëhen bashk. Dhe kjo është defekti dhe
dhe historia e Partisë Demokratike. Për këtë arsye ndofta duhet ishin menduar edhe liderat të bënin diçka më ndryshe, ta mendonin të ardhmen e partisë, gjë që se kanë menduar kur. Tani jemi në këtë pozicion, ndërkohë që Partia Socialiste vazhdon të jetë unë këtu, i pari këtu, jep drejtime, të tjerët binden. Domethënë vazhdon me atë frymë e cila nuk është mirë për një vend demokratik, por është mirë për vetë partinë sepse partia qëndron e unifikuar. Kështu që sigurisht që po, Partia Demokratike mund të ishte ndarë edhe në parti të tjera, dhe kështu ka qenë fati edhe në vende të tjera që këto parti të cilat krijohen menjëherë në mënyrë të shpejtë, në mënyrë emergjente, mbas një situate siç ishte ajo e komunizmit, pa dyshim do kenë edhe histori ndryshe. Dhe pse jo, dhe këtu mund të kishte. Edhe Berisha mund të kishte mbajtur atë pozicionin e tij, mund të kishte qëndruar brenda partisë së vet, mund të ishte ndërtuar një tjetër parti demokratike me një emër tjetër, s'ka rëndësi, e cila ishte po aq e fuqishme, e cila patjetër për mendimin tim në këto raste duhet bënte aleancë me të. Domethënë Partia Demokratike ndofta mund të ishte në disa parti, por që duhet kishin një fije që do t'i bashkonte me njëri tjetrin. Dhe vetëm atëherë mund të ishte bërë një front më serioz demokratik për të hyrë në mënyrë më të fuqishme dhe më gjithëpërfshirëse edhe në zgjedhje dhe për të pasur një pozicion shumë më të qëndrueshëm dhe më besues te njerëzit.